Pi raste me buxhete 700.000 dhe 1 milion nga Nordikët, që nuk janë raste të vogla, po themi 150.000 euroshe apo 200.000 euroshe. Megjithatë, duhet kemi parasysh që harta e Shqipërisë nuk është Evropa qendrore ose Evropa në konflikt siç ishte Ukraina, Bielorusia, por është zgjeruar masivisht dhe me pjesën tjetër dhe kjo është besueshmëri për vendin. Klodian, te Bregdeti. Ndërtimi duhet ndarë në dy, edhe Bregdeti duhet ndarë në dy grupe. Janë ndërtimet e reja premium, ndërtimet e organizuara që kanë edhe shumë infrastrukturë mbështetëse. Tendenca atyre do jetë gjithmonë më lartë sepse hapësirat Bregdeti shqiptar është relativisht i vogël, duke marrë në konsiderat që Shqipëria nëse çdo gjë do shkojë okay, do ketë gjithsesi 10 deri në 15 milion turistë në vit, kështu që tendenca hapësira, domethënë sipërfaqe vogël e bën që komplet ndërtimet e reja do kenë një tendencë rritëse. Ndërtimet ekzistuese, për shembull përmendje Saranda si vetë ishte 20% më pak në niveli turizmit. Ndërtimet në Sarandë lëm vërtet për të dëshiruar, po jo vetëm ndërtimet para viteve 90, edhe ndërtimet deri në vitin 2010, do të thënë është ndërtuar keq, afër, shumë prej, do të thënë mungesë, linja bregdetare që është ndërtuar herët, është katastrofë në raport me ndërtimet që bëhen mbrapa, që janë më cilësore, po që nuk kanë afërsinë me detin siç e kishin ndërtimet e para të bëra në vitet. Vazhdojnë akoma të kemë probleme me infrastrukturën, me ujin, me parkinge, me të gjitha, pra praktikisht, do me thënë, kjo nuk të rejqë të huaj, do me thënë të huaj i tremb, le të themi, investitorin serios. Tani, për Pipirin, me që ma kujtove. Vjen një Nordik dhe blej 1 milion apartament, edhe pasaj duhet a Jo 1 milion apartament, 1 milion euro bleri, jo 1 milion apartament. 1 milion bleri, po s'kanë, 1 milion bleri. Pasaj duhet paguj dhe lekët e botit për të mbush me ujë atë fuqinë. Ka zona, shiko. Po jo se ka zona, këtë vit ishin zonat më elitare mbushishin me botë. Se tashti një Nordik që vjen e do marrin numrin e Hasanit dhe Hysenit që të thotë si çik botin me ujë. Mendoj që periudha nën perandorin osmane dhe telenovela turke na ka lënë me pasoja që jemi shumë dramatik. Prandaj dhe Armandi vazhdon akoma që në zonat më elitare. Nuk është kështu gjithë Shqipëria, shiko, nuk është si nuk është. Nuk besoj, mund ka qenë kështu çdo verë. Gjithë Dërmiu, Drimata ka qenë pa ujë. Po pse Saranda? Saranda vazhdon. Pa ujë dhe pa drita një pjesë e Ksamilit. Unë kam qenë në Sarandë si vjetë dhe nuk kam pasur këtë eksperiencë. Sepse ke shkuar në hotel, ai hotelieri nuk e di sa ka paguar për ta sjellë botin. Nuk kam shkuar në hotele me 4-5 yje në apartamente normale dhe nuk kam pasur këtë. Po s'ka çdo njeri. Plas eksperiencë, nuk do të desha spekuloj. Eksperjenca ime nuk është kjo, pra që kam pasur mungesë dritash dhe ujë në Bregdeti. Kroacia ujë në ujë. Me që më pyetet për pjesën e Portugalisë, mesatarisht, po themi, nga dhëna që kam, është nga Global Property Guide, pra ne përdorim platforma cila fuqizojnë me informacion dhe zyrën tonë Bruxelles, pra shoqatën tonë, pra jo në mbeo, jo open data që secili mund të hedhë sa doj. Pjesa në brendësi të Portugalisë është 2.100 euro, mesatarisht, apartamentet. Po Bregdeti? Në veriu është 1.788, Qëndra 1.394, Lisbona është 2.800, Setibula Peninsula është 2.163, zona e Azoreve është 1.879, mesatarisht pra Portugalia është diku të 2.100, po themi mesatarisht i gjithë tregu. 2.100 euro metri katror. Po, në më thënë të dhënat për apartamente për 2025, ndërkohë që nga viti në vit ka pasur një rritje prej 19.08%. Ka që lirë ka që në Portugalia. 2025-a krasua me 2024, pra 19.08%. Që në Shqipëri unë nuk besoj që ashaq, për kuriozitetin tuaj. Po Shqipëria ka botin e ujit. Për kuriozitetin tuaj, personalisht jam duke zhvilluar një platformë të inteligjencës së biznesit, është totalisht, për të vënë funksion praktikisht antarëve, nga një sample, po them nga një model kampion me 200.000 prona të marra në Tiranë, mesatarisht më rezulton që nga muaj gusht edhe tani, një rritje mesatare 2.49% të çmimeve. 33% e tregu në Tiranë, nga një sample prap 200.000 prona po flasim, që mund t'i provojmë, 33% e tregut janë oferta që vinë për shitje dhe 67% e tregut janë qera. Pse? Për shkak të fenomeneve të taksimit, për shkak mungesës të rivlerësimit, pra gjitha këto deformime. Tiraja ka njohur një lulëzim për arsyet e Airbnb-ve dhe turizmit, sepse Tirana nuk shë e përgatitur me dhoma hoteliere për të përballuar fluksin e menjëhershëm. Por prap Tirana nuk shko me rritje kaq të forta sa Portugalia dhe sa 5 vite të ardhshme, po futen ndërtimet e reja, kullat, një pjesë e kullave janë projektuar si hotele, kështu që dhe pjesa hoteleve do zgjidhet. Janë hoteli, janë zyra, po duhet kuptoj mundon produkti zyrë mungon. Armand?
Shetë shumë Durrësi, Golemi, Shëngjini që janë 1300 deri 1500 euro metri katror që vinë të huajt e Europës qendrore që blejnë. Vlora vjetë ka qenë shumë dobët me shitjet, sepse tentuan 2500-2700 euro metri katror dhe kanë shitur shumë pak. Në Vlorë, unë kur kaloj aty në Lungomare, shoh një ndërtim që thot fillon me 3000 euro. Base jam i gabuar, po në Vlorë shumë vështirë. Ja, unë opinionin tim se unë punoj në base jam i gabuar. Është vështirë kesh. S'ka prona. S'ka prona. Kam unë prona dhe si shes dot. Ja pun se kam website. Pse? Sepse i huaj 70.000 euro, 100.000 euro e blejnë pronë për shef. Po shkope 200.000 euro e blej për investim. Dhe ne na mungon sistemi menaxhimit pronave që ai të vi 2 javë për vete dhe pjesën tjetër ta me qerat fitoj të ardhura. Kështu që po kaluam. Dhe menaxhimi pronave pse është kaq i vështirë? Të huajt po e bëjnë. Sepse nuk funksionon ekosistemi, taksimi i lartë, nuk kemi ligjin që po të hyrin qeraxhi keq si do ta nxjerrësh jashtë, sistemi nuk e mbështet menaxhimin e pronave. E kanë provuar vetë dhe është shumë e vështirë. Prandaj Bregdetit e çmimet e lira shumë mira. Ku tentojmë më lart do ta kemi vështirë. Mendoj që do ta kemi të vështirë. Kush është blerësi sipas teje tipik i Bregdetit shqiptar? Është emigranti shqiptar. Po deri në çfarë çmimi e kishte? Deri në për mua çmimi mesatar që është i pranueshëm për një blerës në Bregdetin shqiptar. Në Bregdetin shqiptar, të Adriatikut është deri 1500-1600 euro metri katror. Joni pranon deri 2200 kam provuar, unë kam shitur. Më lartë është shumë e vështirë të shesësh. Përveç Palasës. Mirë, ajo është gjë tjetër. Janë dy zona, unë po flas për... Është perceptim komplet personal i Armandit, mendoj unë. Nuk ka asnjë lloj mundësie që një zhvillim si ai që ka Bregdeti i Jugut të Shqipërisë, përfshirë dhe Vlorën, me një aeroport ndërkombëtar, me bypasse, me rrugë të reja që po bëhen, nuk ka asnjë lloj mundësie të shiten me 2000 euro metri katror më. Kur kostoja e ndërtimit, i dim të gjithë shumë mirë se sa është rritur jo vetëm në Shqipëri, po në gjithë botën. Apo jo? Po pra unë dalë në trege si shes do t'i da. Krau i punës është rritur, se folën pak për rrogat më përpara, po nga një kompani ndërtimi, nga më të mirë njohurat në Shqipëri, rroga paga ditore për një punëtor të thjesht është 35.000 lekë në ditë. A shiten? Më thjesht, patjetër që shiten. Po ka mu 70, hajde shiti këto të mijat. Nuk ka në Vlorë. Në Vlorë, 75 pronë. Me ata jam shumë në rejtë. Do t'i japu nesër gjitha meri shiti. Nuk shiten pra. Armand, se nuk po bëjmë muhabet si për në tavolinë. Ka absolutisht shumë kërkesë për jugun dhe çmimet që thot Armandi janë jashtë tregut. Ka dhe një gjë. Por e indësia nga jashtë tregut 1200 euro. Ato që shiten, çmimet janë ato që shiten. Në qoftë se sot në Vlorë shkon në një pallat që po ndërtojnë Lungomare me 3500 euro metri katror dhe 80% apartamenteve aty janë të shitura, do të thotë që tregu për ballon e ka marrë kleringu se quajnë edhe në kleringu të shitje. Mos tregosh shitje me lek, Gilda, jo s'marr me mend se am realitet, shitje me lek, jo me klering. Jo me lek, me gështenja. Do i shesi prapë. Po jo pra se japin kleringun të thoni kam shitje. Kleringu nuk i mban në xhep, më kleringu i shet më lirë pastaj, nuk i shet ai. Kleringu kur ai e ka marrë vetë me 3500. I shet më lirë dhe nuk është 3500 me 2700 ta gjej unë atje. Në atë projekt që prapi shtrenjtë. Dhe hajde ta shesim. Po ke shumë gabim, më lë pa fjalë nga mënyra. Pjesa poshtë Vlorës? Pjesa poshtë Vlorës do të thuash Dërmiu, Palasa e Tutje? Nga tuneli Llogaras e Tutje. Po ti di shumë mirë që Green Coasti është... Po i që Green Coasti është një projekt më vete, se është i gjithë i perceptuar. Flasë ndërtime dhe tjera. Të gjithë kanë filluar. Green Coasti është një gjë, se është një dorë menaxhuar i gjithë. Le të flasim për projekt të ri që ka filluar 3 vite përpara me 2000 euro metri katror, 1800-1900 euro metri katror, sot është me 3000 i përfunduar. I njëjti projekt në të njëjtën zonë, faza e dytë, ka filluar me 3500 euro metri katror dhe vazhdon të shitet. Po në dërmi. Këto janë çmimet sot për sot të projekteve të reja. Nuk ka në të gjitha të zonë të Bregdetit, komplekse rezidenciale plotësisht të përfunduara, si Green Coast, që të jenë të mirë menaxhuara dhe të jenë funksionale me shërbime dhe me gjithçka tjetër. Janë të gjithë komplekse shumë vogla, me pak njësi dhe të pa menaxhuara dhe mbi të shpërndara dhe mbi të gjitha të pa përfunduara. Në të gjitha vendet ku në Bregdet është marrë me një dorë, janë çmimet dhe më të larta dhe janë më të menaxhuara. Absolutisht. Problemi është ky kaosi, njëri ndërton këtu pallat, tjetëri ndërton gjithë me të dhe sa administrohen. Ne jemi të gjithë të vetëdijshëm për shumë problematika që ka tregu, ashtu siç ka dhe politika ekonomike, apo dhe financiare, apo dhe juridike në favor të pronësisë së pronës, që duhen ndërmarrë. Pra, sot ndërtuesi, për t'ju kthyer problematikave, ndërton me paratë e atyre që i merr blerësit. Ndërkohë që në gjithë botën blerësi paguar një këst
i mban ato në llogari escrow dhe ndërtuesi përfundon projektin, kështu ti je i sigurt. Tipik shqiptar është ajo përqindja ekstra, hapësirat e përbashkëta që është vetëm tipike në Shqipëri, nuk shitet asnjë vend tjetër. Edhe ajo është një gjë për të cilën kemi futur zërin pasurisht shumë, po tani është kthyer në një model tregu. Duhet vendosur çmimi ashtu siç dhe banka. Ka disa ndërhyrje që nëse flasim për politikë bëre ka disa ndërhyrje. Një është pjesa e mbi taksimit, pra kudo Europa për shkak të sfidës në përballueshmërinë e strehimit dhe kemi thënë këtë gjë kemi një vit që themi, nuk e takson kaq shumë strehimin. Pra të taksosh ndërtuesin me 12% për një produkt strehimi, po i rumllakos 1+8 3 edhe për pjesën e strehimit, pra 12 plus policë e sigurimin. Të taksosh tregtimin e pasurisë paluajtshme të shtresës mesme me 15% janë fenomene që nuk imagjinohen në BE që ne jemi duke. Në BE dakord, po unë shifja Berlinin për shembull, është në krizë për banesa, pra për skan. Po këtu është problemi. Këtu pas ke 70.000 bosh, nuk jenë në njëjtën situatë. Këtu është problemi. Pra BE-ja sot për shkak të burokracisë, për shkak të eficiencës së energjisë, agendës green, gjitha ka një burokraci që ka bllokuar ofertën. Ne ofertën e kemi në Shqipëri, po e kemi të bllokuar nga taksimi i gabuar, nga taksimi i keq. Prandaj duhet të ndërhyjmë në mënyrë emergjente as 5, 0 për shtëpinë, do ta tregtosh 0, që unë mos ja ngarkoj gocës 15% mbi çmim që mos a blej dot. Ndërtuesi po bën banesa të përballueshme, jo mos ke nevojë ta 8% ç'është duke bërë. Le hotelet me pesuj me 0% dhe ndërtuesin 8% për banesa.